Përshëndetje. Vazhdojmë sot me mësimin e radhës, klasa e 8, puna me të dhëna, paraqitja tabelare. Përkujtohu në mënyrën e mbledhjes, paraqitjes dhe interpretimit të dhënave që i mësove gjysmëvjetorin e parë në temin 5. Statistika lidhësisht vlerat mesatare që përdoren për krahasimin e një grupi me të dhëna janë mesatarja, moda, mediana dhe rangu. Çka është statistika? Statistika është dega e matematikës e cila merret me përpunimin e të dhënave. Antarët e një klubi për ushtrime i kanë shënuar kilogramet e humbura gjatë muajit të fundit. Kemi masat trupore e humbur, do të thënë kilogram, nga 0 deri në 2, 5 antar. Nga 2 deri në 4, 4 antar. Nga 4 deri në 6 kg kanë humbur 3 antar. Nga 6 deri në 8 kg 1 antar dhe nga 8 deri në 10 kg kanë humbur 1 antar. Sa antar kanë humbur më pak se 2 kg? Pyetja e parë. Pyetja e dytë. Sa antar kanë humbur 4 kg ose më tepër? Pyetja e tretë në C. A thua sipas të dhënave në tabelë mund të përcaktohet se askush nuk ka humbur nga masa e vet trupore? Sa antar janë të antarësuar në klubin për ushtrime? Këto të dhëna ne i shohim sipas tabelës dhe bëjmë se më pak se 2 kg kanë humbur 6 antar në A. Në B, sa antar kanë humbur nga 4 ose më tepër? Pra 4 e më tepër, do të thënë kemi 3 antar. A thua të dhënat nga tabela mund të përcaktohen se askush nuk ka humbur nga masa e vet trupore? Këtë dhënë nuk e kemi në tabelë, pra nuk mund të përcaktojmë. Jo. Sa antar janë të antarësuar në klubin për ushtrime? Pra i numërojmë, këtu kemi 6 plus 4, 10, plus 3, 13, edhe një 14 plus një 15 antar. Për gjithë janë 15 antar. Vazhdojmë më tutje. Kohrat në sekonda të nevojshme për zgjidhjen e mozaikut nga ana e 10 zonësve janë 26 sekonda, 33, 51, 63, 48, 38, 42, 59, 20 dhe 25. Plotëso tabelën e frekuencës për të paraqitur të dhënat. Pra, vizatojmë tabelën, marrim kohrat nga 30 deri në 40, i paraqisim me viza. Atje kemi vizat frekuencën nga 40 deri në 50, nga 50 deri në 60, nga 60 deri në 70 dhe shkojmë me rejtë. Nga 30 deri në 40 kemi 33-shin, 38-ën dhe 40-ën e marrim. Shkaku është bazë në 40. Këtu kemi 3. Nga 40 deri në 50 kemi 46 1, 48 2, 42 3 dhe 45 4. Nga 50 deri në 60 kemi 51 1, 59 2, e tjera nuk ka.
Dhe nga 60 deri në 70 kemi 63-shin, një dhe tjera nuk ka. Pra kjo është paraqitja tabelare ose me tabelën e frekuencave të të dhënave në sekonda. Pra kemi paraqitur kohën, vizat dhe frekuenca. Të dy shtëpie, matematika klasa e 8, faqja 229-293, detyrat 4 dhe 5. Miru dëgjofshim orën e ardhshme.